Të nderuar shikues, përsëri së bashku në transmetimin e drejt për drejt sfidës miqësore Decic Vllaznia, takim që po luhet prej orës 19 në stadiumin e Tuzit. Vllaznia luan përballë skuadrës fituese të kupës Malet e Zi Decic, një pjesë e parë mbyllur me shifrat e barabarta 0-0. Një lojë pothuajse të barabartë nga të dyja skuadrat, por pa pasur momente të veçanta rreziku në asnjërin prej portave respektive, ku portierët nuk patën rastin të vihen në pro. Tashmë në pjesën e dytë kemi një spostim të skuadrës vendase nga krahu i gjatë që ishte në pjesën e parë në krahun e majt. Skuadra e Decicit me uniformën e saj të bardhë, ndërkohë që Vllaznia është në krahun e djathtë, si gjithmonë uniforma e saj karakteristike kuq dhe blu. Kjo është miqësoria e dytë e Vllaznisë, kur e para është luajtur të shtunën e kaluar në stadiumin Loro Boricin e mes dy vllaznive, Vllaznisë së Shkodrës dhe Vllaznisë Elit në Milano, njëjësi kjo, një skuadër me emrin Vllaznia që luan në kampionatin amator të futbollit italian, fal për kujdesjes së një ish futbollisti të Vllaznisë, Bernard Gjekaj, i cili ka ngritur skuadrën Vllaznia Elit në Milano, që përfasohet nga një grup i madh shqiptarësh dhe kryesisht nga Shkodra. Ndërkohë tashmë me miqësoria e dytë që po luhet në transfert përballë ekipit të Decicit. Shikojmë pjesën e dytë, ka ndryshime tek formacioni i Edi Martinit, duke nisur nga porta ku është Aron Jukaj, i cili ka zëvendësuar Kristi Çarrin, që pas shumë mungesash tek formacioni i Vllaznisë për arsye dëmtimi, tashmë ka ardhur në momentin më të mirë, por duhet pranuar që Aron Juka ka përballuar një sezon fantastik, fal moshës së tij të re dhe ka marrë shumë vlerësime. Ndërkohë nga pjesa e parë vazhdon të luajë dhe Repaj që zëvendësoi Atan Yazzi të dëmtuar, i cili u largua i dëmtuar nga fusha e lojës. Sulmi Vllaznisë nga krahu i djathtë ishte Tafili, Ensar Tafili, veprimi i tij i bukur është penguar me faull. Goditje dënimi për ekipin kuq blu është Kurus, futbollisti i ardhur nga Greqia, që duket do ta ekzekutojë këtë top. Është një moment i mirë i Vllaznisë për të rrezikuar një mur dysh përballë tij, një gjuhetje tip krosi, por pa rrezik për portën vendase. Ara i aktivizuar në pjesën e dytë është Aris Ara, një tjetër futbollist me dhëna mjaft mira teknike, i ardhur nga Akademia Vllaznia, ashtu si luan në tashmë në pjesën e dytë, në krahun e djathtë është edhe Armir Brahimi, ku ashtu si edhe Ara u shpallën fitues të torneut ndërkombëtar të luajtur javën e kaluar në finale përballë ekipit të Veronës në kryeqytet, duke fituar të drejtën. Vllaznia U19 luaj tashmë në një fazë finale me një tjetër turnet të rëndësishëm në Itali. Pra në lojë është Almir Brahimi,
në krahun e djathtë të mbrojtjes është Aris Ara, në sulm është dhe Kubazi, pikërisht autori i golit fitores në finalen me Veronën. Këta janë futbollistët që vinë nga akademia në këtë pjesë të dytë, ndërkohë që Joel Hajdari duket që është i gatshëm për të luajtur me vonë, për të marrë minuta në pankinë, ndërkohë që pjesa tjetër e formacionit është kompensuar nga Jago në krahun e majtë të mbrojtjes, për të vijuar me Ildi Gruden dhe Chaton në mesfush. Pra një formacion kompleks në pjesën e dytë, kur pjesa e parë mbyllën me shifrat e barabarta 0-0, edhe në radhat e ekipit e Tuzit ka lëvizje në formacion. Ka dalë portieri Juka, i cili me këmë kalon tek Jago në krahun e majtë. Në atë pozicion kur në pjesën e parë luajti Esin Hakaj. Jukaj kalon tek Jago. Tomthosi për Gruden. Është skuadra vendase që zotron topin. Megjithatë Vaznia këmgu Chato, Gruda. Është me këmull që Vaznia në këto minutat e pjesës së dytë. Ndërkohë duhet të theksuar se tek si tha më herët edhe tek formacioni i Deciqit ka ndryshime, duke nisur nga porta. Dragojevic është në portë, Ujkaj, kapiteni i skuadrës me numër 17. Nik Prelaj me numër 50 është në lojë për skuadrën Deciqit, për të vijuar me Kajoshaj numër 6, Milic numër 24. Sekulovic 20 është numri i tij, Bajovic numër 14, Ndiaje numër 72, Gjele numër 3, Strikovia numër 77 dhe Kolčević Marash numër 11. Kjo është formacioni i pjesës së dytë për skuadrën e Deciqit. Një skuadër ku në pankin ka trajnerin Malazez nga Podgorica, ndërkohë që ndihmësi i tij më i afërt është Asim Djokovic, zëvendës trajner i Deciqit, një emër shumë i njohur në Shkodër dhe në futbollin shqiptar, kur ka luajtur për një sezon të plot me Vaznin, duke u shpallur kampion së bashku me Valento Camajn. Ndërkohë që në stafin teknik të ekipit të Deciqit është një emër shumë i njohur i futbollit shqiptar. Është Fatos Beqiraj, një ish futbollist i kombëtarës së Shqipërisë, i cili prej 2-3 sezonësh ka marrë drejtimin e pozicionit të drejtorit teknik në klubin e Deciqit. Krahas të tjerëve falë dhe menaxhimit, merkatos apo edhe kontributit në stafin teknik të ekipit të Deciqit. Kontributi i Fatos Beqirajt është prezent në sukseset e ekipit të Deciqit, përfshirë edhe kupën e fituar
kupin e Malit Xhi në mbyllje të sezonit futbollistik malazes. Brahimaj. Jago për të Repaj. 0-0 vazhdon të jetë rezultati në miqësorin Deciq Vllaznia, rezultat që vazhdoi nga pjesa e parë. Gruda. Një saksim duhet nënvizojmë për transmitimin tonë, sepse në repartin e mbrojtjes, në pozicionin e stoprit të djathtë, me numër 19 është shtatlarti Joel Hajdari. Është pikërisht shtatlarti Joel Hajdari, i cili së bashku me Almir Brahimin, Aris Aren dhe Gerald Kubazen ishin protagonistë në fitoren e turneut ndërkombëtar U19, fituar në finalen me Veronen. Hajdari është Repaj në të momente me topin në zotërim, e ka kaluar tek Hajdari, numër 19. Hajdari prapa tek Repaj, se nis në thellësi për Grudën, ndërhyn Tuzianët. Ara. Nis kjo aksion i shpejt, i Tuzianër, por që në pritet në qast nga Tafili. Brahimaj në kanë gjatë, kontrollon mjaft mirë me qetësi topin, e kalon tek kolegu i tij Hajdari, bashkëpunim të rish. Pra, tekniku Edi Martini ka menduar që në pjesën e dytë të jap minuta të gjithë formacionit dhe sidomos se elementet të ri të ardhur nga Akademia Vllaznia dhe 3 prej tyre janë ato që kanë firmosur një javë më herët apo diçka më shumë, pikërisht treshës Joel Hajdari, që është në formacion në këtë moment me numër 19, përvijuar me numrin 76 Almir Brahimaj dhe sulmuesin Aris Ara me numër 21. Është kjo treshe, pra topi për ekipin Vendas. Zero me zero, vazhdon të jetë në fuqi rezultati ai pjesës së parë në mes ekipit Vendas Deciq dhe Vllaznisë së Shkodrës, që është mysafire. Cross në zonë, në Vllazninë largon Jago me djathtën e tij. Jago. Ara, finde e tij, bukur kombinimi me Jagon, pastaj topi për Grudën, nuk arrin qëllimit. Hajde Delić.
Top në thosi për sulmuesit vendas, për topi zotërohet nga Jago, menxherashi i skuadrës Qato, Hajdari, prapa tek Repaj, Ara, Tafili, prapa tek portieri Jukaj, Hajdari në krahun e djathtë me topin në zotërim, kombinon me Qaton, përsëri Hajdari, kalon tek Brahimaj, Ara, Gruda nis Qaton, gjithnjë Qaton, hyrizon Juan Qato, momenti rrezikshëm, vaznia pranë golit avantazhit. Ky ishte momenti më rrezikshëm të nderuar shikues, momenti më rrezikshëm i të gjithë ndeshjes. Rasti më i pastër për të shënuar i takon Vllaznis me këtë kundërshtim të shpejt ku Qato kërcënoi seriozisht portierin Dargojevic, i cili në pozicion në dalje sipër bllokoi Qaton. Vazhdon të jetë në fuqi, rezultati 0 Decic dhe 0 Vllaznia. Topi është sërishmi për Tuzianët, vendas, numri 50 Nik Prelaj, një me emër që na kujton edhe artistin e mall të kësaj zone Nikol Nik Prelaj, me fam, me bën me dije nga tribuna VIP e stadiumit të Tuzlit, që është pikërisht djali i këngëtarit të minjor Nikol Nik Prelaj, pikërisht Nik Prelaj që luan në fushë me numër 50. Aksioni i Vllaznis pranë golit, nuk arrin të shënojë përsëri Vllaznia, ishte Gruda pranë golit. Shtohet presioni i Vllaznis për të gjetur golin e barazimit, golin e fitores. Të avantazhit, mund të themi, sepse fitore ka loj për të luajtur, ka minuta për të luajtur përsëri, por Vllaznia e ka shtuar jo pak, mund të themi, presionin për të kërkuar golin e avantazhit. Gjithë Gruda. Sposohet drejt qendrës, Gruda, Ara, pastaj Qato, pozicioni ballor për gjujtur, ka gjujtur. Janë pozicione të shpeshta se Qato në këto pozicione ka gjetur edhe golat për ekipin e Vllaznis. Ja dhe kjo aksion i skuadrës tuziane ka dalë portieri Jukaj, porta është e boshatisur. Kërcënon Decic, por pa sukses. Përsëri topin në zotërimin e skuadrës tuziane nga krahu i majt. Dhe në vjen Ansori, takon Vllaznis. Është Jago nga krahu i majt i sulmit të Kuqe Blu. Vllaznia ka shtuar shumë presionin në këto minuta për të kërkuar golin e avantazhit. Ara, finteti i bukur gjithnjë, Ara futet në zonë dhe nuk është i mendimit për penalti. Nuk është i mendimit për penalti arbitri. Penalti, më jep penalti. Vllaznia
Vllaznia pretendon, reagon pankina e Vllaznisë, reagon kapiteni Bekimbale nga stoli, që tashme nga pjesa e parë që ishte informacion është në stol, duke ndjekur me grupin e tij, po ashtu edhe Edi Martini nuk ka penalti. Nuk ka penalti. Arbitri spostohet për të komunikuar me Edi Martinin. Vazhdon 0-0 rezultati i miqësorës Deçiç që Vllaznia takim që po luhet prej orës së 19 në stadiumin e Tuzit. Të nderuar shikues, patët mundësi të ndishit një aksion të Vllaznisë me shumë pretendime, një aksion model me kombinimin e Jakos nga krau i majt drejt Aris Ares, i cili dëbërtoi në zonë dhe u pengua nga mbrojtja tuziane, por arbitri i takimit nuk akordoi penalti. Chato, Iago, Tafili, Repaj, Ara, Paul, kartoni verdh, dëmë të futbollistit malazez. Rikthehemi të nderuar shikues drejt për drejt nga stadiumi i Deçiçit, ju kërkojmë ndjesë për një shkëputje momentale, jo falë dhe problematikës së internetit në mjediset e stadiumit të Deçiçit. Jemi drejt mbylljes krejt ndeshjes, por ju bëmë dije se ka ndryshim rezultati dhe rezultati është në favor të skuadrës vendase Deçiç 1 dhe Vllaznia 0. Ky është rezultati i momentit. Vllaznia kërkoi shumë për ta shënuar golin avantazhit, pretendoi edhe një penalti flagrante që u kërkua, ishin dy momente penaltie dhe një dorë prekur në zonë dhe një penjim i Aris Ares, por që arbitri vendas nuk reagoi, pati reagime, pati protesta nga skuadra shkodrane, por gjithsesi 1-0 për ekipin e Deçiçit. Vazhdon të luhet pjesa 2, jemi në Tafiri në mesfush, nis Vllaznia këtë aksion, insiston skuadra kuqe-blu që të paktën ta mbyll me barazim të ndeshje, kur në pjesën e dytë pati disa momente, disa tentativa, disa kërcënime në portën e Tuzit, në portën e Deçiçit, por pa arritur të shënojnë, ndërkohë që nga ana tjetër në një kundërshtim, në një aksion, në një rast të skuadrës së Deçiçit, një goditje dënimi, harkim zonë dhe aty Vllaznia pesoi golin që vazhdon të mbajnë në fuqi avantazhin e skuadrës së Deçiçit. Ja tjetër aksion nga krau i majt i skuadrës tuziane është
Mbrojtja Vllaznisë e cila e ka Ara Tafili Qato Jago një harkim në zonë, por pa adresë, është numri 3 Gjellaj i skuadrës tuziane, ashtu si edhe Vllaznia edhe ekipi tuzian ka realizuar shumë ndrime në pjesën e dytë. Arisara avancon me topin në gjysmë fushën e ekipit Tuzit. Përsëri Ara. Hajdari është Joel Hajdari me topin në sutrim. Kombinon atje me Ibrahimin. Topi për skuadrën Vendas, aksion nga krahi Majt. Ndërhyr i sakt atje Repaj. Ara kombinon me Jagon. Vazhdon rezultati në fuqi 1-0 për ekipin e Deqiqit, goli shënuar në pjesën e dytë pas një goditje dënimi në afërsitë të zonës rrëpsisë së skuadrës shkodrane, pikërisht atëherë kur prite goli i Vllaznisë me disa kërcënime në portën e Deqiqit, ka ardhur goli në portën e Vllaznisë. Brahimi, rotojmë së bashku me topin. E ka kaluar djaftas tek Kubazi. Një Kubazi, harkim në zonë, e kanë larguar me kokë për momentin rrezikun në zonën e tyre futbollistët e Malazes të Deqiqit. Janë çastet e fundit të pjesës së dytë dhe të kretë ndeshjes. 1-0 kroson ekipi i Deqiqit, Gruda. Pozicion ballor, kërkon vetë të gjuaj për platur topit tek futbollistët e Vendas, pastaj nisin ato një aksion të shpejt. Nga krahu i djathtë, mulohet nga Repaj. Qato, to për Brahimin, Brahimi ja rikthen drejt Qatos. Vazhdon Vllaznia të mbajë këtë top në kontroll. Të mbulje Qatos në krahun e djathtë, dhe kaluar tek Kubazi, Kubazi përsëri me Qaton. Mbrohet mirë skuadra vendase, Brahimi kroson në zonë. Kros drejt kolegëve të tij, por ka dalë portieri Dragojevic me numrin 1 i cili eviton gjithçka në rrezikun që i kanosej zonës dhe portës së tij. Pritet nga momenti në moment vërshëvima përfundimtare e arbitrit të takimit, ku rezultati vazhdon të jetë 1-0 për ekipin e Deqiqit, goli shënuar në pjesën e dytë. Repaj, top thosi për Arën, është me tepër se duhet këtë top në adresë të Arës. Ndeshje kjo nisur që nga ora 19 në stadiumin e Deqiqit në Tush të Malet Zi,
një pjesë e parë e transmetuar e plot drejt për drejt nga Veriu Sport për gjithë amatorët e futbollit shkodran. Ndërkohë në pjesën e dytë do të bëjmë me dije se kemi pasur disa problematike në shkëputjen e internetit, por tashmë mbyllet pjesa e dytë, pritet mbyllet gjithë ndeshja. Fiton ekipi i Deçiçit me rezultatin 1-0, por në radhët e ekipit të Vllaznis edhe në këtë moment shfaqen pak ratësi në lidhje me dy momente të arbitrit i cili nuk akordoi penallti në favor të Vllaznis, një prekje me dorë topit dhe një pengim i dukshëm në zoni i Aris Arës, që nuk u akorduar penalti për Vllaznin. Gjithçka mbyll, të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit. Ju përshëndes dhe shpresojmë kemi dhënë diçka interesante për tifozërinë shkodrane. Miru takofshin në të tjera transmetime në qytetin e Shkodrës apo me Gjerë. Deri atëherë miru pafshim.